Kryeministri Edi Rama prezantoi në Shkodër ligjin e ri të sapo miratuar paketa e maleve, i cili hap rrugë investimeve në agroturizëm e turizëm malor. Ky ligj jep mundësi reale mbështetjet posaçme të gjithë atyre që duan të rikthehen në tokat e të parëve për të bërë sukses ekonomik për familjet e tyre. Në fjalën e tij, Rama theksoi se 500 përfituesit e parë të këtij ligji do të jenë 10 vjet pa taks. Ne bëmë një përpjekje të ndërmjetme që ishte ligji 2020, i cili ka avantazhet e tij, por edhe ai ka shfaqur problematika që lidhen me faktin që një pjesë e banorëve të interesuar për tokën janë këtu, një pjesë tjetër nuk janë këtu, duhet të dakordsohen të gjithë bashkë etj. Dhe kjo ka vonesat dhe hallkat e veta të vështirësisë. Ndërkohë që paketa e maleve nuk është një paket që adreson çështjen e pronës në tërësi, por është një paket që adreson ëndrrën edhe dëshirën për të kthyer tek toka e të parëve, qoftë nga qyteti, brenda Shqipërisë në fshat, qoftë nga jashtë në fshat, përsëri, pra nga jashtë Shqipërisë. Dhe për të investuar aty, kursimet ose fondet e marra me kredi, dhe për këtë arsye kemi vënë dispozicion dhe një linjë të re komplet financimi nga Banka e Shqipërisë, është 250 milionë euro. Mund ta përdor për agroturizëm, mund ta përdor për agropërpunim, mund ta përdor për çfarëdo qoftë që ka të bëjë me investime në territoret rurale, malore ose dhe gjysmë malore të Shqipërisë. 500 aplikantët e parë, në momentin që do hapet thirrja, dhe thirrja do hapet në momentin kur bashkitë do të depozituar hartat ku do të bëhen këto zhvillime si fillim, dhe mbi bazën e këtyre hartave do hapen thirrjet, pra do hapet rruga, dhe 500 aplikantët e parë do kenë 10 vjet pa asnjë lloj detyrimi ndaj shtetit, përveç kuptohet sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre. Për ta bërë më të thjeshtë, Rama solli si shembull thethin turistik, dikur një nga fshatrat braktisur që sot çdo vit më shumë është kthyer në atraksion për turizmin malor. Pagat në theth, kjo është pak po e sigurt, janë më mirë se sa pagat në Greqi. Përtej kësaj, të gjithë ata që shkojnë dhe punojnë në theth për pjesën e shërbimit, e kanë falas qëndrimin, parafjetin, ushqimi nuk diskutohet dhe pagën. Gjatë bashkëbisedimit me banorët e qarkut të Shkodrës në prezantimin e kësaj pakete nuk munguan edhe batutat e kryeministrit Rama, ndërsa nuk anashkaloi as atakimet për opozitën.